Mirë se erdhët. Sot do të flasim për një ide që seriozisht mund të ndryshojë mënyrën se si i qaseni çdo gjëje. Ideja është kjo: të filloni gjithmonë me fundin në mendje. Kjo nuk është thjesht një këshill motivuese, jo, është si të kesh një plan arkitektonik për të ndërtuar suksesin si në punë ashtu edhe në jetë. Pra, le të hyjmë drejt në thelb të kësaj ideje të fuqishme. Imagjinoni pak, a do të filloni të hidhnit beton dhe të ngrinit mure për shtëpinë tuaj të ëndrave pa pasur më parë një plan të detajuar? Sigurisht që jo, do të ishte kaos i plot, një garanci për katastrofe. E po, saktësisht i njëjti parim vlen edhe për projektet tona, për karrierën tonë, madje edhe për vetë jetën tonë. Pa një vizion të qartë se ku duam të arrijmë, ne thjesht po improvizojmë dhe shpresojmë për më të mirën. Dhe kjo na çon tek një koncept thelbësor që qëndron në zemër të gjithë kësaj. Ideja e krijimit të dy fisht. Çdo gjë që shohim përreth nesh, nga telefoni që kemi në dorë te kompanitë më të mëdha, nuk ka lindur rastësisht. Ato kanë kaluar nëpër dy faza të dallueshme krijimi. Ja ku qëndron e gjithë fuqia e kësaj ideje. Krijimi i parë është ai mendor. Është momenti i vizionit, i planit, i strategjisë. Është shkëndija fillestare në mendjen tonë. Vetëm pasi ky krijim mendor të jetë i qartë dhe i fortë, vetëm atëherë mund të kalojmë te krijimi i dytë, ai fizik, realiteti konkret që ne ndërtojmë me veprimet tona të përditshme. Le ta bëjmë edhe më të thjeshtë. Hapi i parë është arkitekti që vizaton planin. Hapi i dytë është ekipi ndërtimi që e kthen atë plan në një strukturë reale, të prekshme. Nëse nxitojmë të kalojmë direkt te hapi i dytë pa e përsosur të parin, rrezikojmë të ndërtojmë diçka që nuk e duam, diçka të paqëndrueshme ose diçka që nuk i përmbush as pak nevojat tona. Rendi ka një rëndësi themelore. Për ta zbatuar këtë në praktik është thelbësore të kuptojmë dallimin mes dy roleve kritike që shpesh i ngatrojmë. Roli i liderit dhe ai i menaxherit. Secili prej tyre luan një rol kyç në njërin nga këto dy faza të krijimit. Tani, pika kyçe këtu është kjo. Leadershipi ka të bëjë me krijimin e parë, atë mendor. Leadershipi bën pyetjen e madhe: çfarë po përpiqemi të arrijmë? Ose, për ta thënë me një metaforë, apo e ngjisim shkallën në murin e dur? Menaxhimi nga ana tjetër merret me krijimin e dytë, atë fizik. Ai fokusohet te pyetja si. Si ta ngjisim këtë shkallë sa më shpejt dhe me efikasitet? E kuptoni, mund të jesh menaxheri më i mirë në botë, por nëse shkalla jote është mbështetur në murin e gabuar, çdo hap përpjek thjesht të çon më shpejt në vendin e gabuar. Leadershipi zgjedh murin e dur së pari. Në rregull, mjaft me teori, le ta shohim këtë parim në veprim. Si përkthehet kjo filozofi në vendime konkrete dhe rezultate të matshme në botën profesionale. Imagjinoni këtë skenar. Jeni menaxheri i një hoteli luksoz dhe sezoni veror po afron me shpejtësi. Stresi është i lartë, lista e detyrave është e pafundme, stafi, furnisimet, rezervimet, ngaja filloni për të mos u mbytur nga ky kaos? E po, një menaxher që është edhe lider, fillon pikërisht me fundin në mendje. Përpara se të merret me detajet e vogla, ajo formulon një mision të sektorit. Kjo fjali e thjesht bëhet ylli i veriut për të gjithë ekipin. Ky është krijimi mendor. Tani, çdo vendim i mëpashëm, nga mënyra se si recepcionisti i përgjigjet telefonit, te pastërtia e dhomës, matet kundrejt këtij standardi. Apo na ndihmon kjo të krijojmë një eksperiencë të paharrueshme? Nëse përgjigjja është jo, atëherë nuk bëhet. Kaq e thjesht. Tani le të marrim një shembull tjetër, i cili na tregon se si ky parim na mbron nga një prej kurtheve më të rrezikshme dhe më të zakonshme në botën e biznesit. Shumë menaxher, pa e kuptuar, bien pre e kurthit të aktivitetit. Ata janë aq të zënë duke menaxhuar krizat ditore dhe duke ndjekur shifrat afatshkurtra, sa harrojnë të ndalojnë dhe të pyesin veten. Po mirë, ku po shkojmë ne në të vërtetë? Ata janë shumë efikas në bërjen e gjërave, po jo efektiv në bërjen e gjërave të duhura. Menaxheri i mençur i kazinos fillon me një fund të qartë në mendje. Dua që pas 3 vitesh të kemi reputacionin më të mirë dhe të jemi zgjedhja e parë për klientët VIP. Ky është vizioni. Prandaj, kur tundohet të ndryshojë një rregull për të rritur pak fitimin e ditës, ai ndalon dhe pyet: si do të ndikojë kjo në reputacionin ton afatgjat? A do ta largojë kjo klientin ton më besnik? Vizioni afatgjat udhëheq veprimin e sotëm, jo e anasjellta. Dhe tani, le të bëjmë kalimin më të rëndësishëm. Nga zyra në shtëpi, nga profesionale te personale. Sepse, sinqerisht, zbatimi më i thellë dhe më transformues i këtij parimi nuk është në biznes, por në jetën tonë. Ky është një ushtrim i fuqishëm, ndoshta pak i vështirë, por thelbësor. Ndaloni për një moment dhe imagjinoni skenën.
Cilat fjalë do të doni të përdornin për t'ju përshkruar si prind, si partner, si mik, si koleg? Çfarë ndikimi do të doni të kishit lënë pas? Përgjigjet e sinqerta ndaj këtyre pyetjeve përcaktojnë fundin personal, thelbin e asaj që ka vërtet rëndësi. Dhe këtu ndodh magjia, e dini? Kur e keni të qartë se doni të mbaheni mend si një prind i dashur dhe i pranishëm, ky vizion bëhet busolla. Në një ditë të vështirë, kur jeni gati të mbisni durimin me fëmijën tuaj, ky fund ju kujton se cili është versioni më i lartë i vetes që doni të jeni. Ai informon zgjedhjen në atë moment të saktë. Krijimi mendor udhëheq krijimin fizik të përditshëm. Atëherë, si mund ta bëjmë këtë vizion diçka të prekshme? Si ta kthejmë nga një ide e paqartë në një mjet praktik që na udhëheq çdo ditë? Përgjigjja është të ndërtojmë kushtetutën tonë personale. Mendojeni si planin arkitektonik për jetën që doni të ndërtoni. Është një deklaratë e shkruar e vlerave më të thella, e parimeve që nuk jeni të gatshëm t'i negocioni. Kur jeta ju vë përballë udhkryqeve dhe vendimeve të vështira, nuk mbështeteni te humori i momentit, por te ky dokument i palëkundur për të gjetur drejtimin e duhur. Kështu, ndërsa e mbyllim, pyetja mbetet për reflektim personal. Cili është fundi që keni në mendje? Jo vetëm për projektin e radhës në punë, por për kapitullin tjetër të jetës, për trashëgimin që po ndërtoni çdo ditë. Sepse vetëm kur e keni destinacionin të qartë në hartë, mund të filloni udhëtimin me besim, duke ditur se çdo hap që hidhni ju afron më pranë shtëpisë.